Babai nga Llapi dhe nëna nga Drenica e bëjnë Vlorën të jetë më unikale. Fakti që Llapi e Drenica ka nën kontroll krye qytetin dhe gjithë Kosovën. E harreshme kur flet dhe femër që e duan të gjithë ndërkombëtarët, kombinimi guzimit në kohën e Vokerit dhe zgjuarsisë që e fuqizon në kohën e Dellit. Ndryshe nga jeta politike, Priveju sjell ministrin e integrimeve në përditshmëri. E ndjekim bashkë materialin e përgatitur. Pa fillimin e implementimit në teren. Femër me ndikim, elegante në fizik, e thjeshtë dhe shprehur. Mirita, a jeni gati? Apo shton diçka? E përkthjelur nga të gjithë. Ndonjëherë Vlora është edhe kryeministre edhe shefe dialogut. E herën e fundit është cilësuar edhe si më e pashme e qeverisë. Mos s'po të shoh. Me examen Shtefan Fyre e la kryt pas për të, por edhe të tjerët. Është dashur të jetë ministre e jashtme, por keq nuk i rrije as Ministria e Integrimeve. Vlora njihet për dëshirën e fotove, nga se e bën të ndihet fashion dhe femër, ndoshta për të vetmin fakt se është rrethuar me shumë mashkuj që i rrin mbi krye. Dita e saj fillon që nga ora 8 e mëngjesit. Me një kafe drejtohet për tek vetura me tabelat shtetërore, që shoqëron për në ndërtesën zyrtare të qeverisë. Me shtyp dytor dhe me kafenë e dytë fillon dita e punës, ku pastaj mbahet mbledhja e kabinetit të Ministrisë së Integrimeve për t'u njoftuar me më të rejat. Ditën e filloj zakonisht me takimet e kabinetit, me përjashtim kur kam ndonjë agjendë jashtë zyrës, apo nëse ka ndonjë vizitë zyrtare të delegacioneve të huaja ku jam e ngarkuar me pritje, po zakonisht është një takim me stafin e ngushtë të ministrisë. Sa është e vështirë të jesh ministresh në mesin e gjithë atyre ministrave. Përfundimisht, vlerësimi i kapaciteteve, i njohurive, i profesionalizmit, virtytet, vlerat, nuk kanë dimenzion gjinor, ato janë njerëzore, po aq sa mund t'i posedoj një grua, mund t'i posedoj edhe një burr dhe e kundërta. Afërsia e saj me punëtorët në kabinetin e Ministrisë së Integrimeve ka bërë që të jetë një staf i familjarizuar. Që shkallojnë me qëta kërë? S'ma vënë. Mirë, funksionon që me pagë që shka na. E kanë urdhër vetëm një që mos të më thrasin ministre, se më bezdis kam kërku që të më thrasin në emër. Është ministre, kur duhet me qenë ministre, por në tjetër nënë është edhe shumë mikesh, kur duhet me qenë mikesh. E zëlezoj vish për një sen, që shumërinë me konë, qatë që shmërinë me pas që ashtu qatë shumë energji prej 7-ve deri 11 natës. Që ato se kuptoj. Për shaka i thëmë, keni energji të pashtershme, cila shpesh unë lodhën e nuk lodhët, që është e pa imaginueshme, mund të them që i mban 2 agenda ditore. Koha jon ishte limituar nga se mbledhjet e qeverisë ishin të pashmangshme, e sidomos kur një kolege e saj dha dorëheqja. Orët e punës kalonin e energjia e saj nuk shteronte. Dita e saj me një agjendë të ngarkuar priste mbledhjen e qeverisë për të vazhduar me një drek pune. E më pas destinacioni i radhës ishte një nga restorantët luksozit të kryeqytetit. Muzika zë vend në jetën e politikanës, zgjedh muzikën sipas kërkesave të saj. Fazat ndryshme të jetës kam dëgju këngëtarë të ndryshëm, unë i takoj një gjenerate ku epoka e cilës është zbulosur nga Michael Jacksoni, Madonna, George Michael, Guns N' Roses, Metallica, U2, Stingo, Tina Turner, gjithi kam këto CD. Qek, këtu bire, tash i kam përqet. Janë këngët e shekullit, që janë produksioni i klanit. 100 këngët e shekullit, i dëgjoj vazhdimisht.
Pasi që arritëm në vendin e parapëlqyer të politikanës, shtjelluam edhe temën e zogut, që para pak kohë ministrja na u zgjodh zogu më i mirë në qeveri. Zogu më i mirë për krejtve, zemër kushtën shumë puna. E kom dëgju këngën Zogut, Tunës, e kom dëgju para se me dojtë lajmi një nga portalet tona, nga shumë mirë, shumë originale, edhe më ka pëlqyer edhe ritmi, po edhe Tuna. A e gjenë vetëm atë pjesë tekstit? Jo, pse e thash nuk më duket vetja as pak e veçantë, më duket vetja shumë njëri rëndon. I ndojt njëjtat ëndra, njëjtat pritjet, njëjtat shqetësime me gjeneratën time, nuk më duket që jam më e mira prej krejtve. Detaj dallues në veshjen e saj apo elegancën janë bizhuteritë e lloj-llojshme, pothuajse të gjitha nga ari, të cilat me siguri i kushtojnë shumë. Jo, nuk harxoj atë sa njerëz mendojnë që unë harxoj. Jo shumë e dashuruar mazveshjes, por jo vetëm markat e shtrenjta plotësojnë vlorën. Ajo di të vishet edhe me Zara, H&M, me rëndësi sipas saj është të kombinohet stili e të duket bukur. Kam përshtypjen ndonjëherë që të tjerët më shumë janë të obsesionuar me veshjen time se sa që jam unë vetë. Gjithë këto tipare të pëlqyera në syrin e mashkullit do të çuditëshim të ishte beqare. Shumë herë u komentua se midis saj dhe zhbogar ka diçka, por në prive Vlora hap zemrën. A ki lidhja? Po më shkruan në mesazh në garë po. Edhe kjo është një ndër ato çështje rreth së cilave ka pas shumë debate, kam dëgjuar shumë storje, gjithat pa vërteta. Po besoj që kjo është pjesë e pashmangshme e natyrës së punës në cilën jam, po kam lidhje, unë jam